Një ngjarje e rëndë ndodhi mbrëmjen e së dielës në Pordenone të Italisë, ku një shqiptar humbi jetën, shkruajnë mediat italiane. Vladimir Topiana u qellua me armë zjarri nga një shqiptar tjetër. Supozohej të ishte një fundjavë normale, por gjithçka u kthye në tragjedi për familjen e 43 vjeçarit. Sipas asaj që shkruajnë mediat, ngjarja ndodhi pranë një lokali ku njerëzit ishin mbledhur për të parë ndeshjen e Serie A Roma Juventus. 43 vjeçari Topiana ka qenë duke folur me një të afërm në vendin e parkimit para lokalit dhe një tjetër biznesi. Biseda e tyre u ndërprej nga një Audi i bardhë që erdhi me shpejtësi. Nga aty dolën 2 persona të tjerë, gjithashtu shqiptar. Mes të katërtve më pas ka nisur një debat i ashpër që ka shkuar deri në ngritje zëri. Kjo ka tërhequr vëmendjen e disa klientëve, të cilët tentuan të rikthejnë qetësinë, por pa sukses. Më pas shqiptarët kanë lëvizur në një hapësirë mes 2 bizneseve, ku debati verbal u shndërrua në vrasje. Njëri nga personat zori armën dhe i qelloi të paktën 3 herë. Një nga plumbat e kapën Topianën në kokë, duke i marrë jetën menjëherë. Policia njoftoi se pranë vendit të ngjarjes ka qenë rastësisht kunati i tij, i cili fillimisht nuk ka kuptuar se çfarë po ndodhte. Pak pas tij kanë përritur edhe djali i viktimës. 43 vjeçari, sipas mediave, e frekuentonte shpesh zonën pasi kishte disa të afërm që jetonin aty.